por shumë prej ata shoqëruar besimtare që sot janë duke dekretuar besimin e tyre me buzë, do jenë jashtë qytetit dhe do ta shikojnë Mesian Jashuan fizikisht dhe masandaj do mësohen nga rrugët e ligjit të atit që Mesia do jetë duke mësuar kombeve, duke lënë zyrën, masandaj pritrisë Sadoku që thet në Ezekieli 40 dhe 48. Shumë ta shoqëruar besimtare që kanë bërë lutjen e shpëtimit më përpara, do jenë jashtë qytetit, duke shikuar Mesian që është mbret me të gjithë dheun, masandaj do besojnë në ai Mesia i vërtetë, jo në ai Mesia katoliku që kanë folur pak më përpara. E di pse do jenë jashtë ta shoqëruar shumë besimtarë? Sepse kanë dekretuar me buzët e tyre që unë besoj dhe ti e ati i krijimit të qiellit tokës dhe më dhe Mesian që unë të shpëtohem, por nuk kanë dashur të ecin në urdhrimet në festat e tija biblike. Kur unë shikoj deklarime të tilla, kur unë shikoj deklarime të tilla në Isaia 45, kur flet për në këtë rast për disa principe të urdhrimeve të atit, kur shikoj në Isaia 66, kur shikoj në Ezekieli 46, kur flet për ngrenjen pastër, ata që në këtë rast han mishin e derit thot do gjykohen, ata që nuk mbajnë beslidhjen atit në Zanafilla 17 që i përket rreth prerjes, thot, nëse ata nuk praktikojnë urdhrimet e mia, thot, asnjë i pa në këtë rast i pa rreth prerë dhe i pa pastër nuk do hyjë në qytetin tim, thot ati. Janë gjëra shqetësuese vëlla motër që shikojmë sot që çfarë praktikojnë. Unë e di që sot ka zot teologji që me të shikuar disa aspekte që apostujt praktikonin, Mesia mbajti dhe beri, masandaj dalin për të kundërshtuar si për të justifikuar ligjin dhe urdhrimet e atit që na japin shenjtërim, na mbajnë pastër, na mbajnë larg nga mëkati. E kam ruajtur fjalën tënde që të mos mëkatoj kundra teje, kishte fjalën ket mbreti David në Psalmin 119, kishte urdhrimet, ligjin e tij që po fliste i tër kapitulli. Si një mund ta bëjë njeri rrugën e tij të pastër duke ruajtur urdhrimet tënde, duke ruajtur fjalën tënde. Fjalët e Urta 7:2 thotë të njëjtën gjë. Ruaj urdhrimet e mia si bebja e syve tënd, thotë.